Përshëndetje, faleminderit. Fillimisht na e falenderoj ministrin për gatishmërinë që pat për më na prisët për mi diskutu problematikat që kemi si sektori ndërtimit. Ne si shoqatë ndërtimit nuk përfaqësojmë vetëm ndërtues në Kosovë, përfaqësojmë komplet sektorin e ndërtimit, duke përfshirë edhe qytetarë që kanë të bëjnë me sektorin e ndërtimit. U diskutuan problematikat aktuale, të cilat janë sa i përket sigurisë dhe shëndetit në punë. Ne erdhëm me disa kërkesa sa i përket sigurisë dhe shëndetit në punë, duke përfshirë nga shpërndarja e përgjegjësisë, të pas parasysh praktika e Bashkimit Evropian që është punëdhënësi, punëtori dhe institucioni. I ofrum bashkëpunim ministrit dhe ministrisë sa i përket ne si shoqat do të jemi një urlidhje mes të institucioneve dhe sektorit të ndërtimit. Duke pasur parasysh se kemi pasur kohë të fundit vdekje në vendin e punës, cila ndoshta do të ishte zgjidhja e duhur. Ne gjatë takimit i ngritëm gjitha këto problematike duke pas parasysh që edhe punëtorët do të më bë pjesë e përgjegjësisë sa i përket sigurisë në punë, për respektimin e standardeve të sigurisë. Normalisht sa i përket punës të vendosjes elementet sigurisë, ato janë të padiskutueshme, ne nuk kemi ardhur që të kërkojmë diçka për lehtësim, se ato janë standarde që nuk diskutohen. Mirë po, sa i përket punës të zbatimit tyve, do të kenë përgjegjësi edhe punëtorë, sigurisht ata që janë pjesë e punës, nëse ato nuk zbatohen, atëherë është problem shumë. Nikosisht, një shqetësim për neve si shoqat është edhe puna e certifikimeve, në këtë rast dhe puna e trajnimeve për sigurinë punë, e cila kohëve të fundit po shihet si një lloj formaliteti. Dhe e ngritëm si shqetësim të ministri për të marrë masa më të rrepta sa i përket certifikimit për sigurinë dhe shëndetin e punës. Diskutuar sa i përket punëdhënësve, a kanë ndoshta në pjesë të përgjegjësisë sa i përket rasteve që ndodhen në vendin e punës? Na e ngritëm këto si problem, se për neve si shoqat jashtëzakonisht është njëra prej sfidave më të mëdha kjo, edhe tash pritet më bë plus ndryshimet në ligj, dhe ne do të jemi pjesë e këtij ndryshimeve, do të plotësimi amendamenteve të cilat kanë me qenë për me plotësu ligjin, kuptohen konform standardeve të Bashkimit Evropian, edhe besoj që këtu kanë më bë edhe pjesë e diskutimeve, dhe nikosisht u diskutu dhe u pajtuam bashkërisht që në ditën e vjemë të fillojmë një fushatë sensibilizuese, vetëdijsuese për ndërtimin, kompanitë të ndërtimit dhe sigurinë dhe shëndetin në vend punishte. A është diskutuar edhe aspekti pjesës së dëmshpërimit që bën ndaj familjeve? A duhet të bëhet edhe kjo? Sigurisht këto janë pjesë që janë përcaktuar me ligj dhe këtu duhet të respektohen. Mirë po them që për më gjërë sa i përket këtij aspektit, ne ditën e vjemë do të intensifikojmë takimet me ministrin, ashtu do akorduam, edhe besoj që gjitha këto mangësi që ekzistojnë të rregullohen një herë mirë dhe të bëhen pjesë e përditshmërisë dhe të ngritëm vetdijen edhe kulturën si sektor, që mos kemi më këto fatkeqësi që na ndodhen, që thjesht janë bërë shumë shqetësuese. Faleminderit. Faleminderit juve, faleminderit.